Përshëndetje, këtu nga sheshi përballë kryeministrisë, mora vesh që më pas kanë dekoruar. E kam bërë dhe në të shkuarën në dhjetra protesta që kam qenë pjesëmarrës apo organizator, po më pas kanë dekoruar me një procedim penal se pas kanë blokuar qarkullimin në Tiranë dhe lëvizjen e lishme të njerëzve, dhe ka bërë këtë ai segmenti i policisë së shtetit që i shërben narkotrafikut e Edi Ramës. Këta pasi i luftuan fuqishëm me trafikantët e drogës, pasi bën çdo gjë për të ndalur ata që vrasin në këtë vend, ata që bëjnë atentate me eksploziv, pasi morën masa te shkollat që të mos theren fëmijët nga 14 vjeç, gjetën letër, gjetën boj, i tenderuan, edhe aty mund të kenë vjedhë ndonjë gjë për të më proceduar mua penalisht se pas kë kam blokuar Tiranën. Një meme e madhe ky kryeministër, një meme e madhe ky shtet, një gallat që duhet pen shumë e mprehtë për ta shkruar e për t'ia treguar brezave që vinë se si nuk duhet të bëhen, se si nuk mund lejojnë më të qeverisen kështu në të ardhmen, se brezat harrojnë. Se po mos kishim harruar nuk do kthenim këta në pushtet. Po le ta marrim me radhë çfarë do të thotë që më kanë proceduar mua penalisht. Kam proceduar sepse sipas këtyre kam bllokuar trafikun. Nuk e di këtë trafik kam bllokuar se ne protestën po e bëjmë në trotuar dhe nuk e bëjmë në rrugë një. Pra ne po qëndrojmë në trotuar para kryeministrisë dhe nuk kemi bllokuar në rrugë këtu. E dyta, paskër kam vendosur çadra dhe kam bllokuar qarkullimin e njerëzve. Nuk e di çfarë shkolle kanë ata që i kanë shkruar ato letrat, po ne kemi bërë një kërkesë, kemi bërë një oftim sipas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe ligjit për tubimet, dhe siç e pat, përpara se të kthenin përgjigje, erdhën dhe i hoqën çadrat pa u vënë. Kështu që mirë bëjnë që i bëjnë dhe një sot, se prap do jemi sot në orën 5 pasdite, po kanë letër edhe një nesër. Kësaj republike i kanë ardhur dëmet të mëdha, do duroj edhe këto dëmet që vinë si dëm kolateral, që harxhohet letër në mënyrë abuzive nga punonjësit e policisë së shtetit, ato segmentet e lidhura me krimin, jo njerëz të ndershëm, se e dini ju ça vlerësimi kanë për punonjësit e ndershëm në policisë së shtetit, unë sa i vlerësoj.